rëndësishëm sonte në këtë foltore parlamentare qytetare dhe kudo që jeni, të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, të dashur demokratë, mbështetës të opozitës, parlamentar të opozitës, miqtë e mi, liria është si një lumë të cilin me asnjë lloj përpjekje nuk mund ta ndalësh, nuk mund ta përthash. Po guxove ta bllokosh, ajo do të çajë një kanal. Pikërisht, kjo është platforma parlamentaro-qytetare që ne inaugurojmë sot para Pallatit të Krimit, para Pallatit të Krimit shtetëror ndaj shtetit shqiptar, zëvendësimit tij me narkoshtetin, para Pallatit të Krimit njerëzor ndaj shqiptarëve, që me qëndrimet e tij përzuri nga Shqipëria në vitet e qeverisjes tij më shumë se çdo pushtues i egër në tërë historinë kombëtare, para Pallatit, që në një krim monstruoz ndaj shqiptarëve i zvogloi ata dhe i rikthei 100 vite mrapa. Para Pallatit që ka brenda diktatorin, sultanin dhe sultaneshën, Edvinin dhe Belindën, Lubin, të cilët me vjedhjet, plaçkitjet e tyre kanë mbjellë skamje në këtë vend si në asnjë vend tjetër të kontinentit. Përpjekjet e opozitës për zgjedhje dhe rotacion të pushtetit u përballën me tonelatat e eurove të drogës, u përballën me ushtrin terroriste të patronazhistëve, terroristë të votës, u përballën me të gjithë burimet financiare, njerëzore, logjistike, të gjithanshme, të shtetit mafioz, të narkoshtetit, vetëm e vetëm se rotacioni, largimi nga pushteti i tyre është frikë të merë nga krimet që kanë kryer. Miqtë e mi, po të ndalemi vetëm këtë javë, nuk ka javë që përfaqëson ose që paraqet më qartë ftyrën e urryer të narkoshtetit shqiptar. Gjatë kësaj jave, skandalet më të mëdha, vjedhja nga Rama Balluku, Lubia,
e 90 milion eurove në tunelin e Llogaras. Vjedhja e 140 milion eurove në aeroportin e Vlorës. Vjedhja e 100 milion eurove në port e rrugë dhe vepra të tjera. Kjo javë faktoj se kjo ngrehin e kalbur po shkatrohet, po shkërmoqet dhe nuk pret asgjë tjetër, vetëm vrullin ton, zemrimin ton, vendimin ton për ta fshirë nga historia. Po këtë javë, në vendin më të sigurt të supozuar masakra, kur banda të qeverisë likuidojnë banda tjera të qeverisë, por ajo që kulmoi në qendrimet e narkoshtetit ishte mbyllja de facto e narkoparlamentit. Edi Rama dhe bande e tij të dalë nga dhunimi i votës, të dalë nga grabitja e votës, të dalë nga parat e drogës, nga aferat më të mëdha korruptive, kanë frikë dhe të merë nga fjala e deputetëve të opozitës në parlament. Ndaj dhe ata zgjodhen për të mbrojtur ndaj jush, të vendosin terrin, të vendosin blokimin, të vendosin errësirën. Në 10 seanca parlamentare si kur në njërë në histori, në asnjë vend, opozita u lejuat të debatoj vetëm në një seancë. Në 10 seanca parlamentare, qeveria e përbër nga individ të lidhur ka me kry me krimin, e përbër nga lubira e të tjerë, u votua për 28 minuta për të treguar sa ja ka frikë të merë nga ju, sa jo s'del dot para jush. Në 10 seanca u hodh poshtë kërkesa për komisionin e zgjedhjeve, të cilat janë faktuar një farsë elektorale tashmë jo vetëm nga Partia Demokratike dhe opozita, por nga mbar komuniteti ndërkombëtar. U hodh poshtë kërkesa për komisionin me Gonigal, sepse Edi Rama është po aq fajtor, po aq i korruptur, sa vetë me Gonigal. U hodh poshtë interpelanca me ministrën e shtetësisë, e cila duhet të shpjegon të shqiptarëve pse mbeten në kthetrat në duart të vdekjes të smurt tanë me smundje të rënda malinje për shkak të ilaçeve. Zgjidhja ishte të votoj në përmbysje të kushtetutës që ajo nuk mund të bënd të interpelancën. Dhe 2 ditë më vonë, Edi Rama, me cinizmin më ekstrem, do t'ja kishte lakmi
çdo njeri pa shpirt dhe çdo diktator u thot shqiptarve se të smurt me kancer mbeten pa mjekime se ata ishin shumë dhe ne nuk kishim para. A ka qëndrim? A ka krim më të shëmtuar të poshtë se këtë? Sigurisht që para kishte dhe jo aq sa kërkonin ata, por ju garantojnë ju dhe 10 herë më shumë, pas ki vështirësi. Dhe nuk ka vend në Europë as në Afrikë që ato të mungojnë. Dhe se mungesa aty e ilaçeve përbën një krim të vërtet. Por parat i përdor Edi Rama për t'i depozituar në bankat offshore. Parat i rëmben për t'i transportuar me aeroplanin e tij në dispozicion. Parat i përdor për të udhëtuar me avion taksi 22 milion euro, për të ndërtuar këtu pas kryeministrisë kopshtin e Edenit për të kënaqur sytë e tij dhe për të vjedhur bashkë me autorin e tij. Parat i përdor ai për të ble vetura super luksoze, super të kushtueshme. Shishe vere 34.000 euro. Parat i transporton ai me avion në tij. Natyrisht për të smurt nuk mbeten para. Për të smurt mbetet dënimi i asaj smundje. Dhe siç e ndigjuat, duke ju drejtuar këtyre smurë u thot se unë kam dhe eksperiencë të hidhur personale. Tani do i them këtu, nuk ka paftërsi më të madhe se kjo që i bërë ti. Sa jo eksperienca personale që ke ti, dhe unë uroj që ta kaloj me sukses të plot, ka marrë çdo mjekim që ekziston mbi tokë. Kurse ata që ishin të njerëkës, qytetarët dhe qytetarët e thjesht i lënë spital, pa ilaçe, dhe ke paftërsi të thuash se ke dhe eksperiencë personale. Ke paftërsi personale, pa mëshirësi të plot. Ndaj dhe e mbyll parlamentin, sepse donë që këto të mos i thuën në sy, donë që këto të mos ja marrin vesh qytetarët. Por në qoftë se ti kishe një eksperiencë personale, ajo duhet ishte një detyrim shumë herë më i madh për të bërë për secilin fëmijë dhe të rritur, burrë dhe grua, i agresuar nga ajo smundje, të ketë të njëjtat ilaçe. Por natyrisht, ajo s'mund tjetë, se pa ata për ty janë qenje inferiore, qenje për të përçmuar, qenje për të vjedhur, qenje për të larguar nga Shqipëria. Në këto kushte, u bëre domosdoshme dalja në shesh, në një platformë parlamentare qytetare. Miqtë e mi, shumë kanë pyetur, po ç'është kjo foltore? Çfarë është kjo platformë? U rikujtoj se nuk është një gjetje origjinale e Partisë Demokratike as e opozitës. Një platformë e tillë në një fushë tenisi transformoi Francën dhe Europën gjatë revolucionit. Parlamenti kontinental transformoi Shtetet e Bashkuara dhe i bëri ato superfuqinë më të madhe të kohërave. Foltoria me qytetar e çliroi opozitën.
foltoria me qytetarët, e shpëtoi opozitën, e kthei atë në forcë sovrane të shqiptarëve, e kthei atë në një parti e cila u përball në rrugën e saj me pegesa më të papara, me represionin, me agresionin ndaj saj. Por përsëri, sot ajo mlidhet në foltorën e dytë. Foltorja që nuk ka më synim të shpëtoj opozitën, por ka mision të shpëtoj Shqipërinë nga regjimi i krimit. Ndaj dhe për të kuptuar pak misionin, hapni sy dhe shifni si e ka rrethue. Pla me policë, pla me gardisht, pla me ushtar, e të vinë, absolutisht je i pa shpresë. Fundi yt nga ky shesh do të vijë. Të dashur miq, ne jemi në një regjim i cili dhunon votë e lirë, i cili shtyp opozitën, i cili në të vërtet është i kalbur nga koka te këmbët dhe nuk pritet gjë tjetër vetëm qëndrimi ynë, beteja jonë, vendosmëria jonë për të arkivuar në histori të regjim që mendon se do mbahet të këmbë me skapin e partisë, që mendon se do mbahet të këmbë me dhunë, terror, me blerje, shitje, me pazare. Po idealet janë ideale, janë më të fuqishme, janë forcë nukleare e njeriut, janë forca nukleare e shoqërisë, janë forca të cilës asgjë se reziston. Ndaj dhe juftoj në këtë mision të vazhdojmë betejën tonë si misionar. Ja ku jemi. Gjysmë e kaq sa jemi këtu për 46 javë rresht, Erion Velin, Lali Vjellsin, e nisëm atje ku e ka vendin. Po, a ishte tek bashkia. Këte që kemi këtu, Lubin me Ramadurën, me Ramen, do i nisim të Erion Velia. Dhe ja të themi, merë, jo kaq se e ka mbush atje, po të shkoni atje nga ana tjetër, atje janë një 500 policë. Në anën tjetër 500 të tjerë. Media thanë 2000 policë. Ky është fundi i regjimit, miqtë e mi. Edhe në diktaturën komuniste kështu bënin. Na rrethonin me policë, me gardë, me ushtar, por në fund ja mathen si mit, dhe si mit do ikin dhe këta. S'kan shpresë. Le të vazhdojmë ne këtë betejë të vendosur. Ne vim këtu pasi kemi faktur botës se ky është një narkodiktator. Paski i kemi faktur botës se ky dhe vllau i tij janë të lidhur si mishi me thojt me drogën dhe krimin.
Ne vim këtu pasi kemi faktur bocë se Edi Rama dhe ministrat e tij janë hajdutët më të mëdhenj të Europës dhe të shqiptarëve në tëra kohrat. Ne vim këtu pra dhe do vim gjerë në largimin e tyre, gjerë në rikthimin e votës së lirë të qytetarëve shqiptarë. Nuk ka mision me të shejtë. Nuk ka mision me të shejtë. Nuk ka forcë në botë që do në ndalojnë ne pa përmbushur me ditet këtë mision. Edhe njëherë, nderimin më të madh për ju, burra dhe gra, që keni 4 vite, të angazhuar në çdo betejë, të angazhuar në beteja ndër më të vështirat, por që i fituat, triumfuat mbi çdo të keqe, mbi çdo forcë, mbi çdo armik të pluralizmit politik në Shqipëri dhe qëndroni sot si dishmitar, si misionar të vendosur për të rikthyer në Shqipëri votën e lirë. Vlerat, familje, mos harroni se parlamenti votoi me shpejtësi trufeshme narkoparlamenti. Ligjin George Soros, ligjin e shkatrimit të familjes, ligjin me të cilin ekstremistë të majtë të Shtetet Bashkuara në ndikimin direkt të George Sorosit ndërmorën fushatën në të paimagjinueshme të ndryshimit të gjinish. Ligjin me të cilin u vendos censura me rrept. Ligjin me të cilin presidentin Donald Trump formuluan ndaj tij 35 akuza e gjobitën qindra milion euro. Atë ligj votoi parlamenti. Atë ligj shqiptarët s'do ta pranojnë kurrë, sepse ai ligj është përbërja familjes. Po u shpërbë familja, Shqipëria shpërbëhet, kombi shpërbëhet, zhduket, siç janë zhdukur kombet histori. Ndaj edhe ne sot këtu jemi të betur se atë ligj s'do e pranojmë kurrë, se familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i çdo shqiptari. Familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i kombit shqiptar dhe i Shqipërisë. Kjo familje, këtë komb e ka sjellë gjenditën e sotme nga lashësia. Kjo familje, këtë familje, Edi Rama dhe Lubia kërkojnë ta shkatrojnë. Kjo familje do mbrohet me çdo çmim. Do mbrohet me çdo çmim, do mbrohet me çdo çmim. Të gjithë ju dhe ata të cilët nuk janë sot me ne për një arsye apo për një tjetër se s'kanë patur mundësi të vinë. E kemi për detyrë. Tunemi me çdo shqiptar. Tunemi sepse platforma parlamentare qytetare është platforme qytetarëve shqiptar, demokrat pa parti, por dhe socialistëve që e duan familjen, që e duan Shqipërinë, që e duan vendin. Kjo platformë
është platforma që duhet e një bashkimi më të madh se kur të shqiptarëve rreth vlerave më të shenjta të tyre, rreth votës së lirë, rreth familjes. Ndaj dhe nga kjo platformë që do vazhdoj gjersa Rama dhe Belinda të shporën nga i vend, do të shtrohet në uragan e fuqishëm, në uragan e shpresës, në uragan e besimit, në uragan e fitores. Rrëf shiu, rrëf opozita, rrëf Shqipëria. Faleminderit.